que soy yo, no de nadie, ni de Dios, ni del Padre, yo soy de la tierra, del aire, aunque tú quieras cambiarme. Amri Angelina, mirë se erdhe tek revista Bordeaux. Faleminderit shumë. Emrin e ke shumë të veçantë. Kush ta ka vendosur emrin? Mami, pse është emri i mami për së prapsh. Është emri i mamit po mbrapsh. Po, Pra Irma, Amri, po, Angelina. po. Ti ke lindur në Spanjë, me origjinë je shqiptare. Po. Na trego pak për historinë e familjes sënde, si emigroi në Spanjë, kanë qenë të vendosur aty më pas erdhe ti në jetë. Babi vajti në Spanjë para 20 ca vit, e mami vajti 2 vit pastaj, unë njëjtën atje, u dashuruan edhe më bërë mua. Ashtu, kaq. Ti ke motër vlla? Kam një vlla, 6 vjeçe. Më të vogël. Si ka qenë të rritesh mes Spanjës dhe Shqipërisë, ose mes dy kulturave, mes dy gjuhëve? Mirë, pse në fillim unë nuk flisja dot shqip, unë vetëm dëgjova. Pastaj kur erdhi nana në Shqipëri, unë fillova të flas, edhe atje mësova. E ke mësuar vetë? Ta kanë mësuar prindrit? Nëna. Nëna, ta Kur ka kisha mësuar? 10 vjeçe. 10 vjeçe erdhi edhe ashtu. Gjithsesi, shqipen e flet shumë bukur. Në shtëpi si flisni? Flasim shqip edhe spanishte, e bëjmë të dyja në një. Ndërkohë ti praktikon një sport shumë të bukur, por jo dhe shumë të njohur për Shqipërinë, që është jiu-jitsu. Sidomos madje edhe për vajzat. Si lindi kjo dëshirë e jotja? Si u gjende ti në këtë sport? Unë kam bërë sport të gjithë jeta, edhe kur kisha 9 vjeçe, babi më futi në boks. Edhe nuk më pëlqente shumë, nuk isha shumë e mirë, edhe unë vëja para klasë ime edhe pas jiu-jitsu. I thash babi, dua të futem, dua të provoj, e provova edhe ati ngela. Ndërkohë, babi ka lidhje me sportin? Po, ishte boksier këtu në Shqipëri. Okej, dhe prandaj ta ka ushqyer atë dëshirën. Ti vetë e kishe me pasion, apo e shihje si detyrë që duhet shkoje në një sport? Jo, e kisha pasion, më pëlqente shumë, po. E mban mend stërvitjen e parë, ose ndeshjen e parë, garën e parë? Kanë kaluar shumë vite, unë nuk e maj mend kur fillova, që isha unë vetëm atje një fëmijë me të gjithë gratë dhe burrat e madhet, edhe unë isha atje vetëm, edhe kaq. Çfarë të pyesin më shumë shoqëria ose familja mbi sportin? Po jam kampion botror, po kur dal në rrugë rahem, edhe kështu. Do me thënë nëse je çik shumë Po. nevrike edhe jashtë tapetit të garës. Okej, do na i tregosh pak çmimet e tua? Këto? Po, ku i ke marrë, çfarë çmimesh janë dhe çmimi më i fundit? Është ai besoj rripi i madh? Jo, rripi i parë është kam 6 rripa. Kjo ishte e parë që mora në Gjermani. A ishte i pari? Po, në 2023, edhe është edicion limitada, nuk bëhet më. Pastaj kemi kjo që fitova në Angli, një në Europë, tjetër europeo, botrori, Spanjë edhe tjetër europeo. Pra ke fituar edhe tituj botëror edhe europian. Po, kam 7 europian, kam më shumë, vetëm që mëra pak, edhe kam 3 botrore. Edhe kam më titull, vetëm që këto jam më rëndësit. Për moshat e vogla, Po. deri në çfarë moshe është kjo kategori? Unë tani jam në kategori e fundit për fëmijë, se viti që vjen unë do kaloj në juvenil, që janë 6 deri 18 vjeçe. Për ata që nuk e njohin shumë mirë jiu-jitsu, na shpjego pak çfarë sporti është. Po, është për të mbrojtur në rrugë, për të ndihesh më sigur kur del. Edhe i bën shumë në Spanjë, i bën shumë këto policijat, këto që janë në diskoteka, ashtu kur ka një konflikt, kanë si rekurs. Cila ka qenë gara më e vështirë ose kundërshtarja më e vështirë që ke pasur ndonjëherë në një garë? Vajta në Galicia, edhe kishte vetëm 200 vet atje.
Edhe unë kisha bërë 1000 kilometre për të vajtur në ndeshje. Edhe nuk ishte njëri, edhe vajtëm, mami firmosi, edhe unë ndesha me gra 30 vjeqe, unë isha 14, dhe ishte në 7 kg më shumë na mua, edhe i fitova. Dhe prap fitove? Po, fitova. Kush të ka përkrahur më shumë nga familja? Kush të ndjek çdo garë, çdo aktivitet? Mami dhe babin, të dy. Të dy kanë qenë përkrahas që në fillim nuk ishin për shembull pak siklet nga dëmtimet ose nga orët e gjata të stërvitjes. Babi, pse babi më futi në sport, mami jo shumë pse kishte frikë më prishën një dorë dhe fytyra, pse është shumë agresiv kjo sport. Pastaj u mësuan. Pastaj mami është fan numër 1 për mua. Sa disiplinë kërkon jeta e një kampioneje? Mos kesh kështu bad habits. Pastaj Ato veset e këshia, çfarë janë veset e këshia për shembull në një dalësh, pi duan, pijen alkool, këto gjërat, po je sportist nuk bëhen. Çfarë më, të bësh palestër, gjënda fizike, mentalisht, edhe po do bëhesh ashtu kompetitor, do ikësh jashtë, do ndeshesh, gjënda ekonomik. Po, është edhe kjo pjesa. Në fakt, ka një lloj vlerësimi, një lloj shpërblimi për të gjithë të rinjt që merren me këtë sport? Po, ka fëmijë që fitojnë lek. Unë kam sa ishte 500 lek, kam fituar një herë, pse bëra një ranking. Bëra një ranking edhe ngera të dytën. Pra, në përgjithësi nuk është se vlerësohet të çdo kompeticion ose çdo garë që merr pjesë. Jo, është si do, po kur bësh më e madhe, pse tani jam shumë e vogël e tjetrat. Kur bëhesh më e madhe që je rripezi, mundesh të hapësh një palestër, mundesh të bësh seminario. Si e bën se i do. Me shkollën të ka penguar stërvitja e gjatë? Po, pse mua më pëlqen më shumë të bëj sport në mëngjes, që në bashkëdite, pse në bashkëdite jam lodhur. Edhe kam Si kombinon këto të dyja? Ndërkohë duhet të vazhdosh përpara edhe me mësimet, por nuk duhet lësh as stërvitjen pas. Unë ngrihem, ika në shkollë edhe kur dal, ha buk, edhe ika direkt të bëj klasë fëmit. Dhe jap klasë fëmit e pastaj futem unë bëj klasat ime. Pra e jep edhe ti fëmijëve të vegjël mësim? Po. Mëson dhe të vegjlit? Po. Kur nuk je në palestër ose në gara, çfarë të pëlqen të bësh? A ke kohë të lirë dhe çfarë bën gjatë kohës së lirë? Nuk kam shumë. Një fundjavë, një mbasdite mbase? Në plazh apo po atje në plazhi. Jeni afër plazhit? Po, kam plazh afër. O dal një xhiro, kështu. Ndërkohë, si je ti vetë si karakter? Je impulsive, të pëlqen gara, të konkurosh, je tipi qetë? Jo, unë jam e qetë vetëm po më gacmojnë, atje kam karakter shumë e fort unë. E kam e fort, po më gacmojnë. E kërkojnë vetë pasaj? E kërkojnë vetë, po. Çfarë të pëlqen më shumë nga Shqipëria? Sa shpesh vjen në Shqipëri? Një herë. Një herë në vit? Po, një herë në vit vi, apo në 2 vjet vi prap. Çfarë të pëlqen më shumë nga këtu? Ushqim. Ushqimi? Po. E ka më të mirë Shqipëria? Po. Se sa Spanja? Ka më shije, po më pëlqen shumë. Kur përfaqëson Shqipërinë në gara ndërkombëtare, ti ke lindur në Spanjë, vetë garon atje, por ndërkohë je me flamurin shqiptar. Po, jam me flamur shqiptar atje, edhe kështu njerëzit më kanë thënë pse e vur shqiptar kur ti ke lindur këtu, jeton këtu në Spanjë, unë jo, kam mami dhe babi në Shqipëria, të gjithë në Shqipëria, pse të dalun edhe të thua jo, unë jam spanjolle. Pa kuptim. Si të vjen për shembull kur vlerësohesh që një vajzë shqiptare është kampione botërore në një sport të tillë? Unë ndihem shumë mirë. Edhe kaq. Okej. Të pëlqen fama? Jo, jam pak kështu. Nuk është keq, vetëm që nuk të pëlqen gjithë kjo vëmendja që të vjen pasi ti ke marrë një çmim shumë të madh dhe të gjithë njerëzit të afrohen, të pyesin? Po më pëlqen për një krah vetëm
që unë nuk jam këtu një gjë çfarë thua. Wow. Ti të pëlqen që e merr një çmim, një Po, aprovim po. nga njerëzit. Më pëlqen që dënjem na sporti, se është një gjë e mirë. Cila është ëndra jote më e madhe për këtë sport? Një qa? Ëndra jote më e madhe. Dë vi këtu në Shqipëri edhe dë hap një palestër edhe bëjmë ripezi. Pra e mendon që të vish në Shqipëri të jetosh këtu, të pëlqen? Po, në sa vite kur harri ripezi, në 4 vite një gjë kështu, dua të vi këtu. Amir Angelina, faleminderit. Në rofsh, nuk as një gjë.